Kemi parë dhe eksperienca vëndesh të tjera dhe ne gjithmonë ajo që bëjmë të paktën po garantoj për çfarë bëjmë ne. Unë, Petriti, Delina, njerëzit që janë në drejtim, që kjo nuk përkthehet gjithmonë siç e duam ne, që qasja gjithmonë të jetë miqësore, të jetë jo thjesht korrekte, po të jetë mirëkuptuese ndaj biznesit, ne e dim të gjë. Sepse në jo pak raste ata inspektorët na turprojnë. Kjo është e vërteta. Edhe ju keni dhe atë stilin tuaj që asnjëherë nuk preferoni që ti denonconi, po preferoni që ti mëkoni nga pak, se është bashkëvuajtës dhe bashkëfajtor kjo puna juaj me ata. Por është kjo që është, pavarësisht përmirësimeve të mëdha që janë bërë. Kështu që ajo marrëveshje po na funksionon. Kjo është më voluminoze, më masive, do ta artikuloj mirë duke dëgjuar dhe reagimet tuaja, duke e kornizuar sakt me Ministrinë e Financave dhe do ta fusim në proces. Në ndërkohë që dua ta nënvizoj atë që tha Ministria, po punojmë me Ministrinë e Financave dhe me Akshin për një proces shumë më të avancuar në administrimin e të ardhurave, ku fiskalizimit do të mbivendoset inteligjenca artificiale. Jemi në një fazë goxha të avancuar. Çfarë do të thotë kjo? Aty pastaj ne do jemi përfundimisht të çliruar nga stresi që kush po na turpron sot në dyert e biznesit, sepse nuk do ketë më nevojë. Nuk do ketë më nevojë për të çuar askënd në teren, pasi inspektimi do të kryhet nga inteligjenca artificiale. Dhe inspektorët ose administrata do të jetë fokusuar përpara ekraneve dhe do t'ju ndjeki të gjithëve nëpërmjet syrit të inteligjencës artificiale, që do të punojnë mbi bazën e dhënave nga fiskalizimi. Pra, gjithë transaksionet që ndodhin në kohë reale do të merren edhe do të përpunohen nga syri i inteligjencës artificiale ose truri, i cili kur shef anomali tek një biznes apo një biznes tjetër, shef anomali, se është ai momenti, e keni parasysh ju që nuk e shtyp ai atë. E thot hajde. Atëherë sinjalizon. Dhe në momentin kur sinjalizon, sinjalizimi i shkon nëpërmjet inspektorit, por jo fizikisht, i shkon biznesit, thotë shiko, je duke harruar ta shtypësh atë, shtype përpara se sa të vi gjoba. Përpara se sa të vi gjoba. Kështu që në këtë mënyrë do ta çojmë në një nivel komplet tjetër administrimin